Katës me cappuccinot. Është cappuccino. Sie de Mande. Ja, das geht dran. Ja. Die einmal? Ja, danke. Danke. Ja, hier is je maat fare. Sì? Sì, pak. Më bën. Douglas. Kom op je telefoon. Jongen. Se kam hequr trikon e leshit akoma se sot u fto goxha shumë. E t'ju tregoj kështu ca gjëra interesante që mora, s'po va tregoj te pazarin, por morëm te Tek Maxi këtë tasin për sallat. Shikoni sa i bukur, më pëlqeu shumë, bënte 8 euro. Nuk është shumë i thellë, por është goxha i mirë, edhe më pëlqejnë gjërat për verë që janë me peshk, me sardete të ndryshme. Pastaj ishim tek supermarketi aziatik. Morëm ca gjëra, se do bëjmë noodles, morëm noodlesat. Morëm kështu kërpudhat, na ky lloj siç i bëjnë ato ramet. Se do bëjmë ramen. Mora edhe kët, kerry, po kerry jeshil. Mora disa gjëra me thënë të drejtën, mora poqhoj, mori antipije, deodorant një kanë tuta të shkurtra për calceto tek Tek Maxi, nuk i ka provuar fare ai bejnë as i bejnë. Po i morëm se thash për calceto. Morëm edhe kët te Tek Maxi. Më shumë e morëm te Tek Maxi se sa ta merreshim në market. Te market është diku te 3 euro i gjysmë, ne morëm 5 euro. Por vinte shumë herë mirë edhe tham po e marrim. Përveç kësaj tek Lidli ishte fundjava franceze që kështu morëm hermin, se i futa direkt në frigorifer, morëm kështu. Morëm escargot. Mi marrë dhe kek se në ra bateria. Shikoni? Po këtë për qa do e ketë? Bo, do not eat it, më sa thot. Sa do të gojnë aq. Mirë. Si që konë të ndryshe. Pasën e shumë pak shi ka. Nga që ka një shi ka. Ka s'ka shije. Nuk ka në një tush. Vjen shia si me boneste, ti. Bo ka shte shumë mirë. Më pëlqen. Që pas ka lule, oan. Shife si do i bëjmë kërpudhat? We held on tight, but it felt so long. Tell me, where did we go wrong? When you're in the sun and I'm lost in the shade, who's supposed to lead the way?
that Do po you qoj ti. built, the sweetness in my veins. We could survive on what remains. You were the one, we had nothing to fear. What we had Mirja jonë në një fjalë. be there. The fire. Kura kam unë të dera nisi një super shi edhe po prej tani të mbaroj pak. Edhe thash po ju tregoj të përprovoj këto që më ka dërguar Tintit London. Edhe më ka dërguar një PR package shumë të bukur. Do të tregoj më shumë në Instagram, por thjesht do I provoj sot që të bëjmë make-upin me to. Ka dërguar blush, një që përdoret edhe për sytë edhe për buzët, një që përdoret edhe për blush edhe për buzët gjithashtu, edhe kështu. Dje isha edhe tek Douglas, kisha bërë një porosi online, kam marrë korektorin e NARS, kam shumë vite që nuk përdor NARS, por shumë vite. Edhe thash po e marrë sepse gjithmonë më ka pas pëlqyer, ishte më ofertë, mora 22 euro e porosita që ta bëja pick up on the store sepse online ma carona I Douglas, me thonë të drejtën. Online ka çmime të ulta, në dyqan I ka të shtrenjta, unë nuk kam qef t'i marr online se nuk I provoj dot që ta di se çfarë ngjyre, se çfarë pigmentimi shkon fytyrës time. Edhe gjithmonë bëhem konfuze dhe gjithmonë I lë gjërat pa marrë edhe them varja dhe më ngelen pa korrektor dhe ngelen pa asnjë gjë. Por thash kësaj radhe e provova në dyqan, e porosita online dhe erdhi në dyqan pas një dite. Do të thënë, njeri pa punë, njeri që ka kohë pa fund. Tash po bëj një make-up tash, handi po më pret, dhe ne jemi në ata persona që kur bëhemi gati dhe duam të dalim, edhe diçka nuk shkon, edhe duhet presim dikë tjetër, acarohemi jashtëzakonisht shumë. Edhe me njëri tjetrin po edhe me vetë situatën, por tash po bie shumë shi, edhe tham po pushon pak edhe pastaj po dalim. Këtu kam zgjedhur një BB cream, e kam marrë medium light, si fytyra ime, do më thëmë si bardhoshe që jam, edhe thash po e provoj sot, vura surumin, vura dhe kremin, tashi të vëm këtë që s'po dashka me dalë. Erdi më në fund. I kam qik, të lërtemi bezdi këto BB cream se po fë që janë të bardha dhe pastaj nxihen, se më duket sikur më nxihen më shumë se që duhet në fytyrë. Edhe kështu dita e diel, ka pas qenë kohë jashtëzakonisht shumë e mirë, një muaj rresht, sepse po më kujtoj që çdo ditë që kam ikur në punë s'ka rënë shi asnjë ditë, asnjë gjë, edhe unë bëra më shumë se një muaj që kam nisur punë. Dhe sa tash ne kam marrë për ta të pjem, koha është për 10 ditët e ardhshme që duket aty te moti, është vetëm shi. Lumsine. Tani të bëjmë çik make-up edhe të ikim shi borë brefshër të dalim se s'na rrihet më brenda. Kemi 5 ditë andja shumë herë më mirë tani, e mori veten, nuk I dhëmb më dhëmbi, është çfryrë sepse pati edhe pak komplikime, ju fry dhe shumë dhëmballa, antibiotikët të gjitha I mbaroi I piu, të mërkurën ka heqen e pengve, ka qepur me 4 penjë, duke qenë se dhëmballa nuk ishte dalë, ishte goxha e madhe si dhëmball, edhe nuk ishte operim aq I lehtë dhe aq I kollajt, sepse nuk I kishte plasur fare, I kishte edhe shumë afër me nervin e noflës, por shqyr me kaq. Do të mbaroj si procedurë shqyrsotit. I didn't know love could ever feel like this. I didn't know body shivers from a kiss. Now I know it's been so very long. It's been forever since I felt anything. I didn't know I would meet someone like you. Super I didn't know Shive. you made me feel the things I do. Të kesh një sikon në shtëpi. It's been so very long. Guess it's been forever since I felt anything. So watch out when love gets a hold on. Ishim në treg edhe gjeta vetëm një fund sepse spatëm fat duke qenë se po binte shumë shi
Edhe vendosëm që të ikim deri në Una, sepse shaja kafeneja super e bukur, që unë kam qef që pi kafe atje. Vdes atje. Po e kam shumë qef, edhe kur isha me etiketën e trenit, me biletën e trenit, vija shumë shpesh se me makinë më duket si larg, si bezdime, shku nuk e di. E ju kanë thënë që nuk kam shumë qef që të udhëtoj në për autostrada vetëm, më duket si e bezdisur. Është 20 minuta është me tren, 20 minuta është me makinë, po kur ikëm me makinë do vrasësh edhe mendjen për parkim, jo kështu jashtu, që kështu nuk vete. Po me tren ishte shumë kollaj, se i kisha stacionin e trenit dhe aty afër. Nuk do t'i kanë qytet në qendër që të merja trenin, po e merja aty afër. Gjithsesi, Una është shumë e bukur, qytet e vogël, kështu si romantike, ose të paktën kështu e shoh unë me sytë e mi. Po ti si Ka shumë e bukur, shumë e bukur. Mua më pëlqen. Ama të pëlqen më shumë. Po, mua më pëlqejnë më shumë qytetat që janë të vogla, janë këto kafet ku vjen vendasit, pin kafe, edhe dëgjon atë zhurmën që ku mzhin kafjet që rrim plot. Nuk më pëlqejnë vendet moderne ose kështu, nuk jam tipi atyre gjërave ose atyre lloj arkitekture dhe lloj stili. Jam më shumë në shpirt jam një plak në këtu brenda, edhe në mënyrën se si dua të vishem, se si dua të jetoj, ose si dua të marr gjërat avash me Terezinë time maksimale. Andi mund të thoj edhe kur jap makinën si jap avash, qet, nuk kështu. 20 kilometra çdo rrugë. 50, 70. Ersi me 20. I marr gjërat shumë easy going. Ky lloj personi jam. Edhe më pëlqen të gatuaj, nuk më pëlqen të rri në shtëpi, por më pëlqen që të gatuaj, të bëj. Edhe kështu tham, po ikim po pim një kafe në Una. Ja 3 ditë. Po ma mblodhi ky ja 4-5 ditë që ndentëm në shtëpi gjithë ditën, se ishte sëmur edhe normalisht kishim gati ambani. Por na doli pak dielli shqyr. 2 ditë që ka ikur, na ka munguar sikur ka një jetë. Dje ka rashi. Po edhe sot. Edhe kështu njerëz, kështu. Tani ikim në Una, pim një kafe. Summer outside, winter indoors. Cats and butterflies around my head. Summer outside, winter indoors. Isha të kërë Where do we go? Hush, don't let me know. Cheers, son. I don't wanna be half alive. The zombie stare, put me out of my misery and love me. Every waking hour, rose petals bloom. I'll see you soon. I'll see you soon. Where do we go? Oh, hush, don't let me know. Walking back thorns, I'm the firstborn. Motherhood I should, maybe could turn falsehood. Women outside lend me a smile. Growing takes time. Oh, I don't wanna be here, half alive. The zombie stare, put me out of my misery and love me. Oh, every waking hour, rose petals bloom. I'll see you soon. I'll see you soon. Oh, summer outside, winter indoors. Where do we go? Summer outside, winter indoors. Oh, where do we go? Qarnish për burrin tim. Jam në shtëpi dhe ande sa po u zgjua na gjumi, se këtu gatuan restorant Ersi. Jo, isha Ja. shumë. Edhe do provoj tash. Kemi bërë kërmim. Hera e parë që ky i provon, unë kam provuar një 2-3 herë. S'po i pëlqej ka pamja më duket. Haje, se nuk do të haja i ty, atë do hash. Do të goja. Si mi shpulesh? S'ka në ndryshë, nuk ka asë gjohë, s'ka në shi. Haje, ti futet teri në gojë, se nuk hahet ashtu, hahet tamam i teri.
E t'ja çdo gjë deti aty të gatuar, pa gatuar. Hajt. Shishme. S'ka ne, s'du të shihë. Mirë, haj një tjetër të terin edhe provoje, ha. Du me orë shuj e kërkalisë. Po ti provoj një, ajo është mezja njërë, pastaj kërkalit. Nuk e pëlqeu. Kjo është dreka jonë për se provojmë bashkë. Shife? Se dona ato kështu për kërmin, por ne nuk kemi. Te litli i kishit, mua më duk shumë e mirë se provova një, nuk e lash rastin. Shumë shishme është. Nuk mund të pash s'ka shije, ka që atë shije, kripën, erzat, mishi. Se kuptoj, nështë haj pak me siklet për i dhomit, nuk e kuptoj. Nuk e di. Mua më pëlqen. Andi ju duka gjë pa shije. Një herë të më thash për më drekën, edhe kështu. Po një herë të gjitha. Po Andi pjeti gjumë se ishë shumë lodhur. Lodh duke ndajtur pasagjerë. People always say, I know I've done the best I could. Wish that I could find words to describe you as I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly and I fall for you. We've been through it all. You're the one who understands.